Një shpërthim me lëndë plasëse ka të rënditur qytetin e Lezhës në orët e para të mëngjesit. Sipas policisë, rreth orës 5:55, një sasi tritoli është vendosur në një automjet të parkuar tip Volkswagen Golf në pronësi të një punojësi policie. Automjeti i përket shtetasit GG, 41 vjeç, efektiv në drejtorinë vendore të policisë Lezhë. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Me njërë pas ngjarjes, kanë bërritur në vend edhe shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plot të rrethanave. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po kryen kontrole në zonë për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të dyshuar. Ndërkohë hetimet janë përqendruar edhe në shkaqe dhe motivet e mundshme të vendosjes së lëndës plasëse, si dhe verifikimin e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi shpërthimi.